22 prilli për të gjithë ne mbetet një ditë e thyer. Me dhimbje të thellë morëm lajmin e ndarjes nga jeta e profesorit Aziz Dujakës, njeriut i cili la gjunë të pashlyeshme në jetën dhe shoqërinë tonë. Profesor Azizi ishte shumë më tepër se një mësimdhënës. Ai ishte edukator, frymëzues, udhërrëfyes, shkencëtar sportiv dhe mbi të gjitha një njeri me zemër shumë të madhe. Dhe definitivisht një profesor shembullor për të gjithë ata që e njihnin. Qyshtëm në moshë të re, ushqua si një sportist i dalluar. Ishte kampion në gjimnastik, në not, në skim, në tenis dhe në zhytje. Sporti për të nuk ishte vetëm pasion, për mënyrë e jetesës që e përcolli deri në fund të jetës së tij. Si pedagog i Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit, për 40 vjet mbeti shtyllë e dijes dhe shembull i profesionalizmit të një profesorit model. Ka qenë një njeri i thjesht, e njefni edhe ju, një njeri punëtor, si jeni edhe ju, dhe për mu mbetet një kujtim i paharrueshëm dhe s'di se si do t'i dalë haku ton, po edhe në tjerë për rreth tij.